Dhjetra banor të Mirditës, Matit dhe Dibrës kanë protestuar për rrugën Perlat-Lur, investimi nisur 3 vite më parë, por që ende nuk ka përfunduar. Protestuesit u mblodhën në vendin e quajtur Livadhi i Turkut, aty ku edhe nis rruga Perlat-Lur. Rruga duhet të ishte asfaltuar, por punimet kanë mbetur në vend numër A. Protesta e thirrur nga shoqëria civile ka mbledhur dhjetra banor të zonave Mirdit, Mat dhe Dibër. Protestuesit kërkuan që autoritetet të ndërmarrin hapa ligjor ndaj firmës e cila po zvarrit punimet e projektit. Ata thanë se protestat e tyre nuk do të ndalen, por do të përshkallëzohen me bllokimin e rrugës së Kombit dhe do të zhvendosen deri në Tiranë. Të shumë njerëz nga Lura, nga Përlati, Proseku, Dibra s'ka, Dibra është ke Laknur, ke tuneli. Nuk ka sot. Mos u mashtroni, nuk e di ka keni frikë më burr. Pse keni frikë? Me protestu për rrugën e Kalamajve tuj. Qa është kjo frikë? Keni qef me shkue te Laknuri, te Tepsia. Qa e do frikëna? Po dalim për fëmijët tonë, as për PD, as për PS, as nuk në anin për këto parti. Fare. Toni ma do tendera, të nderima, qa jeni, a keni frikë se nuk do t'ju votojmë, as një vot nuk e keni. Mos të vije në zonë tona, as një lloj deputeti, i çdo lloj gjyre se nuk keni as një vot. Na keni mashtru tash 30 vjet edhe marru qop. Për këtë rrugë, kjo unë nisë se do bëhet, edhe qem tepër të gëzuar se do bëhen kjo rrugë, tashi ka mbetur as e rregullueme, e prishme, e shkatërrueme. Domthon turizmi në Lurë ka qenë e para për të bërë në Lurë. Liçeti e Lurës nuk i ka pas Zvicra, bota. Edhe kjo rrugë meti mbrapambetje, dhe shohin gjepat e vet, shohin punët e veta dhe rruga e populli i mirë ka mbetur në mes të rrugës. Këto nisës e të rregullojmë, e prishin krejt, e kanë shkatërruar në të mos që s'kalo asnjë lloj makine. Për të pa fitimet e veta, ato e bëjnë rrugën, e rregullojnë. Po për të pa ne si popull që kemi ardhur e vujmë si qeni, jo, nuk na shohin. Do ju lutesh shumë, edhe këti gjithë e njerëzit që kanë ardhur sot në shi e në fortunë, prapë të ndjekim këtë rrugë derisa të përfundohet. Qeveria Mazdore ka 12 vjet që kjo rrugë ka nisur u bë dhe është shkatërruar përfundimisht. Çdo rrugë është e prishme, nga Lura deri këtu në Përlat është e shkatërruar komplet. Edhe traktori e tanku nuk kalon. Prandaj ju lutem qeverisë të marrë masa sa më shpejt dhe do të rrugë. Lutje, se të bëm lutje në herë. Një fjalë mi thonë Tiranës. Kur ishe në Lurë para 3 vitesh, të tha një qytetar në Lurë, një fshatar, tha ti gënjen. Ti sak pas e gënjen shumë mirë. Bravo të qoftë. Rrugën e duhemi me na e bën shpejt e shpejt. E keni prish ma shumë, ja keni rregullu. Që rridhë qarkun e Lezhës dhe të Dibrës, që në vendet e përbaruara janë projekte prioritare, që i zhvillojnë një ndër viset më të bukura të Shqipërisë veriore, me liçejt e Lurës, me krojet, me yvarat, me kullat tona që i dhanë shumë visanit tonë kombëtar. Pra ne jemi këtu, t'i kërkojmë qeverisë shqiptare, mos tallet me ne me këto qëndrime për buse, me këto fondet skandaloze për një segment të tillë. Pra ne jemi këtu që për të dëshmuar se ne do t'i shkallëzojmë prapë protestat tona në rrugën e Kombit edhe më tej. Protesta u mbyll pa probleme, ndërkohë është monitoruar nga policia lokale. Fondi prej afro 12.6 milion euro për këtë vepër që do i shërbente shumë zhvillimit të turizmit në Lurë, është një donacion i Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, i përfshirë nga qeveria shqiptare në programin për zhvillimin e infrastrukturës dhe turizmit në Shqipëri përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit.